Gjykata kushtetuese ka marrë sot një vendim që pritet të sjellë tronditje në skenën politike. Me 5 vota pro dhe 3 kundër, gjykata ka pranuar plotësisht kërkesën e Erion Veliajt duke rikthyer atë në detyrën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Ky vendim rrëzon si antikushtetues aktin e qeverisë që e shkarkonte nga detyra dhe dekretin e presidentit që kishte shpallur zgjedhjet e pjeshme në Tiranë për datën 9 nëntor. Në seancën e zhvilluar në gjykatën kushtetuese, Veliaj deklaroi se po përballej me një proces të padrejtë dhe me një situatë që sipas tij përbënte shkelje të drejtave themelore dhe të vullnetit të qytetarëve që e kishin zgjedhur. Ai theksoi se është zgjedhur 3 herë radhazi nga qytetarët e Tiranës dhe se ndërhyrja për t'i ndërprerë mandatin është sipas tij një përçmim ndaj votës dhe ndaj vetë demokracisë. Vërteta është se mos prezenca ime nuk ka qenë zgjedhje. Pra unë nuk zgjodha që të vetë rëmbehem, të vetë izolohem dhe të vetë internohem në qytetin e Durrësit, në një burg në Kënet, por pasojë një izolimi të imponuar nga shteti, përmes një vendimit disproporcional nga letra anonime, a mund të vazhdoj 2 minuta? Një izolimi të imponuar nga shteti përmes një vendimi disproporcional nga letra anonime dhe zell persekutues që më privoi jo vetëm nga liria dhe familja, por nga qyteti im, përpara se të provojë çdo fajsi. Si mund quhet shkelje? Mungesa një kryetari bashkie që është fizikisht ndaluar nga vetë organet e shtetit në bazë të një vendimi që nuk është i formës prerë. Dhe besoj që gjykata kushtetuese dhe Komisioni i Venecias, siç u relatua edhe nga avokati, flasin qartazi për akte të tilla. Me këtë vendim, Erion Veliaj rikthehet zyrtarisht në detyrë si kryebashkiak i Tiranës, ndërsa pritet që zhvillimet politike dhe institucionale në ditët në vijim të jenë të forta.